edhe Kryeministri, edhe Vëmëroja kanë qenë korrekt. Pra, ja tash, tani nuk janë pritet që të bëhen, apo? Nëse e kuptoj. Tash kanë filluar punësimet. Do të thonë do të ketë shumë punësime, që BDI-ja si ka bërë për 4 vite, ne do të bëjmë 2500 punësime dhe avancime. Tash po rrjedh procesi i punësimeve në Ministrinë e Shëndetësisë. Që ndërpres vetëm pak. Zotri Mickovski sot tha se kanë folur një herë për atë temë dhe se pra dihet atëherë tha që nuk do të punësohen 2500 shqiptarë dhe se do duhet shihen në bazë kuadrit, në bazë përgatitjes e tjera e tjera. Ju po thoni që do të punësohen 2500 shqiptarë. Deri kur pritet që ndodhi? Veç ka nisur realizimi i punësimeve. Në shëndetësi do të ketë 1200 punësime. Do të ketë 600 specializime. Në bazë të ndarjes proporcionale do të jenë 150 shqiptarë. Dhe vetëm se është përmbyll pjesa e parë ose konkursi i parë për 75 specializantë, që 29 nga ato do jenë në Tetov. Dhe pjesa tjetër pritet të përmbyllet para mbarimit të këtij viti. Dhe në gjithë institucionet do të ketë punësime të shqiptarëve. Dhe ne po përgatitim edhe ligjin për mbrojtjen e drejtë dhe përfaqësimin adekuat të shqiptarëve. Edhe njerë duhet t'i siguroj gjithë qytetarët që mos bien pre e këtine dezinformatave. Shqiptarët po punësohen si kur më parë, 4 vite BDI s'ka bë punësime sa do bëjmë ne këtë vit, po vetëm ato bëjnë shpifje nëpërmjet mediumeve, ja e gjinë një institucion që këtu punësun 5 dhe s'ka asnjë shqiptar, nuk e di se çfarë, po në tërësi unë flas, në parim dhe në përgjithësi institucionet do të funksionojnë mbi bazën e reciprocitetit dhe përfaqësimit proporcional.